Jamon Besnik Tahiri, anëtare e Komisionit, Grupi Parlamentari Aleancë për Arminë e Kosovës i propozon këta anëtarë të komisioneve në Komisionin për të drejtat dhe interesin e komuniteteve dhe kthim është deputeti Besnik Tahiri Jamon, anëtari i Komisionit për Legjislacion, Mandate e Imunitete, Rregullorën e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsion, Jamon Besnik Tahiri, anëtare e Komisionit për Integrimin Evropian propozohet deputetja Time Kadriaj, anëtare e Komisionit për Punë të Jashtme dhe Diasporës propozohet deputetja Time Kadriaj, anëtari i Komisionit për Arsim, Shkencë dhe Teknologji propozohet deputeti Besnik Tahiri, anëtar i Komisionit për Ekonomi Besnik Tahiri, anëtar në Komisionin për Mjedis Albana Bytyqi, anëtar e Komisionit për Shëndetësi propozohet Albana Bytyqi, anëtar e Komisionit për Administratë Publike, Digitalizim, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal propozohet deputetja Time Kadriaj, anëtar në Komisionin për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes propozohet deputetja Albana Bytyqi, anëtar në Komisionin për Drejtat e Njerëzit, Barazi Gjinore, Familjen, Vlerat e Luftës Lirimtare dhe Peticione propozohet deputetja Albana Bytyqi, anëtar në Komisionin për Mbikëqyrjen e Financave Publike propozohet Besnik Tahiri, anëtar në Komisionin për Mbikëqyrjen e Agjencisë për Inteligjencë Beg Berisha, anëtar në Komisionin për Kulturë, Turizëm dhe Sport Beg Berisha dhe anëtar në Komisionin për Mirëqenie Sociale, Viktimat e dhunës seksuale, të luftës dhe personat pa gjetur propozohet Time Kadriaj. Faleminderit.